Një herë e një kohë, në pallatin mbretëror në Tiranë jetonte princesha më e bukur në këto anë. Emrin kishte Zoe dhe e veçantë shumë ishte, me sytë si karamel, flokët si çokolata i kishte. Zoe vishe gjithmonë me fustane që shkëlqenin, me yje të vegjël që në çdo hap ndriçonin e lëviznin. Ishte kureshtare, syti ndrinin si qiri, çdo ditë donte të mësonte diçka të re, plot magji. Një mëngjes me diell në kopshtin mbretëror, ajo gjeti një shkop me pluhur vezullor. I mbulluar me yje, ndriçonte çuditshëm si një yll i artë që shfaqet papritshëm. Princesha Zoe ishte kureshtare shumë, të zbulonte fuqitë e shkopit, ajo rrallë bënte gjumë. Ajo e tunte atë lehtë dhe provonte përsëri, e shikonte se a mund të realizoj dëshira si me magji. Ajo filloi të dëshironte për një tortë gjigante me arra dhe çokoladë. Pa pritmas, një tortë e tillë u shfaq para saj. Zoe nuk mund t'i besonte asaj se çfarë po shikon dhe nga gëzimi fillon e vallëzon. Dhe kjo tortë magjike, shumë shpejt, u bë atraksioni kryesor në qytet. Miqtë e princeshës e qytetarë të tjerë erdhën të festojnë tortën më magjike ndonjëherë. Njëri nga miqtë e princeshës, që emrin Leo e kishte, kërkoi nga Zoe që të krijojë diçka edhe më magjike. Të gjithë kërkuan një diell që lundon dhe befas një i tillë u shfaq në mes të oborrit mbretëror. Të gjithë njëherit i zuri në befasi, por ky diell lodër e bëri natën një mrekulli. Zoe dhe Leo më pas në vazhdimsi eksploruan shkopin dhe fuqitë magjike të tij. Ata krijuan një djep e më pas dhe një dridhje të lehtë. Ata të dy e ndjenjën, por askush tjetër në qytet. Ishte një lojë që ata i bëri të qeshin shumë. Deshën të tunden sikur djepi që tundet, për t'i vënë në gjumë. Ata tutje krijuan lule që përqafonin të gjithë në pallat. Shkopi magjik i princeshës e bëri pallatin mbretëror shumë gallat. Teksa dielli po perëndonte, shkopi magjik filloi nazet të bënte. Në vend të luleve, filloi të krijojë gur. Ishte lodhur shumë se nga dora se lëshuan kur. Zoe i tha Leosh që shkopin duhet ta përdorin me shumë kujdes, sepse magjia megjithse e bukur nuk është diçka e thjeshtë. Ata vendosën që tutje të mos e përdorin shkopin dhe fuqitë e tij, sepse magjia e vërtet nuk ishte thjesht një gjixëllim e krijuar nga ai. Megjithse ai solli bashkë këtë shoqëri, e kjo po që është vërtet një mrekulli.